Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Viprum. Jam sot me një të ftuar shumë special. Në fakt, është një djalosh shumë i talentuar, që në fakt nuk është se del shumë shpesh të bëjë intervista, po zgjedh të shkojë më të mirë sigurisht, pra është e mua sot. Jam sot me Gracianën. Si e? Mirë, se ke qenë? Lezetshëm. Dora njërë sot është vim të kyt e Dada, të do ta them edhe emrin se këta na ndihmojnë, kështu që është gjë e mirë. Që mos ta nxjerr për jashtë. Atë thuaj se na vjen tjetri sot dilni për jashtë pastaj. Të shoh në formë, kështu super. Jam mirë jam. Më than dikush që e qetur për emisionin tim Kastile sot. Po, domethënë jam zgjuar shumë vonë, se ti më solle shumë herë, se zakonisht unë zgjohem nga ora 1. E dim dhe këtë. Dhe shkova direkt te parukeri shumë baba më shpejt dhe po s'ndiem mirë prap, po e rëndësishme është që jo në maksimum. Jo në maksimum, se di se Ta marrësh shkëlqimin. Po ti e dhe kjo. Më thoj pak, do të kesh një projekt, do më çfarë merresh tani? Ideja është tani jam pushim më në fund, sepse është faza verës dhe po merr me disa klipe, me disa gjëra të vogla që për mua janë gjëra kalimtare dhe jo gjëra me bazë projekt që mund të kem 3 mujosh ose 4 mujosh. Plus që po zbuloj vetëm diçka të vogël që unë ngushtë kam përmosur një kontratë në Itali dhe nuk do jem fare në Shqipëri. Domethënë do më shihni ande. Është nga këto gjërat shumë big kaq deal. Dash më shumë se ç'duhet. Ja, ta shumë big deal. Më trego pak, unë her pas here jam hasur me balerinë që kërcejnë, dhe ndër të tjerë dhe me koreograf shumë të mirë. Ti ndër të tjerë edhe koreograf, Po. për të mos të ndër më të mirë, më them që jam më i miri, se kështu mendoj unë dhe kështu them. Faleminderit shumë. Të lutem. Më trego pak, si ndahet kjo kategoria, domethënë fillohet si balerinë dhe pastaj vjen një lloj, si është me moshë, është kjo puna e koreografit apo si ndodh? Baleti fillohet, domethënë, fillohet që në zvogli normalisht. Shkolla baleti fillon në klasë të 4 dhe mbyllet në vit 4 që është mbyllja e gjimnazit. Okej. Pastaj vazhdohet Akademia e Arteve që është pjesa e koreografisë, po unë e kam mbyllur akademinë dhe masterin nuk e bëra sepse mendoj koreografia nuk mësohet. Koreografia është e lindur. Nuk ka në gjithë botën, nuk ekziston një shkollë koreografie që të mësoj ty se si të ndërtosh. Është njësoj si kompozitori, si koreografi, është një gjë që buron nga shpirti dhe normalisht e nxjerr atë çka ke ti brenda. Ashtu ë? Aha. Që nuk është e imponuar, nuk mund të vinë një njeri të impostoj që bëhet kështu, bëhet ashtu. Oj, kjo se ke thua. Normalisht, është e lindur. Më trego pak, mendon ti sipas mendimit tënd të vlerësohet vërtet baleti fillimisht në Shqipëri? Absolutisht fare. Jo, Fare, domethënë nëse do kisha një mënyrë tjetër zgjedhje do të ikja me vrap nga baleti. Do ikë nga baleti apo do e bëje diku tjetër? Diku tjetër absolutisht, se Shqipëria është, po prapë dhe diku tjetër me lodhin që kemi, me stresin që kemi nuk është se vlerësohet nga të gjitha anët. Thjesht satisfaksioni që marrin nëpërmjet duatrokitjeve ose lek merrni lek? Mirë, jo keq, po nuk është e të gjithë, nuk është se ka treg që ti mund të, domethënë 2-3 kokra janë, nuk mund të shkosh që thuash kam këtu, kam aty. Është shumë vështirë të çaj. Ne jam njëri me fat. Qaj halës. Më trego pak, unë her pas here dhe më përpara, vite më përpara, ti ke qenë një ndër të parët që ke kërcyer paktën për brezin tënd, që ke kërcyer në për evente shumë të rëndësishme. Po, e vërtet. Kënga magjike për shembull, fytyra jote gjatë gjithë kohës vetë duke kërcyer. Janë edhe të tjerë personazhe, po ti je gjatë gjithë kohës edhe koreografi madje. Shumë Zajmina nuk ka këngë që s'ke për koreografi. Po, gjithmonë koreografit kanë qenë të mia, qoftë Zajmines, qoftë Roneles, me Samantën, me shumë të tjerë. Kam qenë që i vogël, kam dashur gjithmonë që të tregoj vlerat e mia dhe më shpejt se ç'duhet, ndoshta saqë edhe jam gjykuar që në 16 vjeç thjesht të marrësh pjesë si koreograf këngë magjike është gjë shumë e madhe. Ose ke një mik shumë të fortë. Ja, absolutisht. Miku më i fortë i imi është talenti që kam dhe nuk më traton kurrë. Bravo. Nice. Okej, jam kohë të pyeta për vitet më përpara sepse kam vënë që atëherë ke qenë i njohur, por u bëre shumë i njohur mbas pjesëmarrjes në Big Brother. E kuptoj. Mendoj që ka ndikuar shumë ajo gjë? Big Brother ka ndikuar normalisht sepse Big Brother është një emision që ka një audiencë shumë të lartë, e dim gjithë, por që ka ndikuar për 3 muajt e verës që ishin. Domethënë për sa i përket që unë isha i ftuar në për emisione, isha i ftuar në për evente dhe kaq. Thjesht më dha një spunt, një shtys. Po më trego pak, te Big Brother morën lek aty apo si? Kokër leku, zero. Biles qellova me fat shumë të keq sepse me çfarë di më përpara, edicionet e tjera janë paguar njerëzit me bazë të ditëve që rrinin. Unë si njeri fatzi. Mos i ka marrë ndonjë më? Jo, është e sigurt se bëra namin unë, nuk më bërë njëri. Po s'kishte fonde. S'kishte fonde. Ja. Okej. Më trego pak, nëse do kishe prapë mundësinë të merre pjesë në Big Brother, do shkoj ta bëj prapë eksperiencë? Për mua është një eksperiencë shumë e bukur, e paharrueshme të thoja, po jo, nuk kam nerva, ose nëse do më jepni shumë lek, do shkoja pse. Po jashtë Shqipërisë do e bëje, po jashtë Shqipërisë ka të tjera kushte më. I ke pasi lajnë ato nëpër dushe kështu pa gjë? Po se kam problem. Fare, ë? Jo. Se kam pasur një foto në fakt në Snapchat. Riri. Ishte një foto, ke parë çto foto, kështu që ti e ke parë se ke bërë vetë, po.
që domethënë nxjerrin këmbët dy njëra, unë kisha zlloni kështu edhe tak, po ti s'e ka vetëm këmbët. Po kam nxjerrë Çka një për këmbën? mes këmbës, mes. Ç'a kuptimi ka ajo? Ja, ideja ishte që dielli ishte shumë i bukur, plazhi kishte shumë njerëz. Më thonë se mos nxjerr unë unë këmbët e mia. Sa rezultova me një diell si. Talentin. Jo të me diell, jo, okay, pasi pa diell. Sa i vëmend? Të ke vajve. Mirë, ne të pisë më vonë për të gjatë si keqme. Më thuaj pak. Më thuaj pak. Unë kam vërejë që ti jo vetëm bën koreografi shumë të mira te, siç tham, kënga magjike etj, por ke qenë dhe pjesëtar në kompeticione shumë të rëndësishme. Ka qenë Dance with Me. Që ti ke kërcyer aty. Dancing with the Stars, të mos gaboj, ke kërcyer? Jo, te Dance. Kam qenë te Dance Nishi vetëm për sigël, sepse kam qenë nën moshë atë. Ah, okay. Po rrogën e mora gjithsesi. Çfarë kisti e thash? Po normal. Bravo, kështu ti në gjithë. Po trego pak, mendon që janë të korruptuara këto lloj kompeticionesh? Mendoj. Kjo është një gjë që i përket publikut, është me vota, kështu që po. Jo, kështu që nuk e di, sepse kur të bëjmë një regjisor, se kur të kem një patent, një emision të timin, atëherë mund të bëj dallaverë siç e dua unë. E qartë, jo, më kohë të them sepse unë për shkak pash dance kur fitoi kjo Dorina, si ka emrin? Dorina Mema. Mema, që fitoi Dancing with the Stars, mos ka bëj. Ti s'ke qenë pjesë e kësaj me shponsua. Po tani unë vura re që kishte edhe njerëz pjesëtar të tjerë atje që votoheshin vërtet. Beatrixi për shembull ka marrë vota pafund nga publiku dhe janë të faktuara. Jo, funksionon dhe kështu. Nëse një person ka dëshirë që të fitojë, është me thon paguaj lek thua. Jo, absolutisht nuk e them këtë pjesë. Po që mund të organizoj shumë njerëz, mund të hapi forume të veta, të gjëra për të mbështetur dhe për ta nxjerrë aty ku duhet. Çfarë diplomati, bravo. Më thoj pak, domethënë më thej që juve paguani. Domethënë si balerin ti po faqe paguash. Zotin se bëj. Në rreth kur bën klipe, kur bën koreografisë për klipet e këngëtarëve, sa paguajnë këto? Paguajnë mirë? Mirë paguajnë. Jo, është shumë mirë. Domethënë më përpara tregu ka qenë shumë ulët, por duke qenë se standardet janë rritur, kërkesat janë më të larta, se normalisht ti Kelvi si këngëtar kur vjen mua, thua dua këtë. Unë kam për detyrë të them që dua këtë. Që i bëj që në fillim ajo gjë. Kështu që ndahen gjërat. Kush paguan më mirë nga artistët? Kush është më on top, ata paguajnë më mirë. Kush është më on top? Ata që janë. Më bëj një emër. Nora Strefi. Ajo, vërtet? Paguan më mirë nga të gjithë? Jo, më mirë nga të gjithë, paguan mirë. Nora paguan mirë, Elvana paguan mirë, Enca paguan mirë, Zajmina paguan shumë mirë. Domethënë shumë mirë, i Zajmina paguan më mirë se këta? Po mirë se më ka dhe shok edhe më ai që më atë. Ti vetëm je shumë nga xhepi vet. Po. Mirë, më thuaj pak, unë kam parë shumë filma me balet, unë kam qenë në balet, kam qenë çik më i vogël, shumë i vogël. Dhe kisha gjatë gjithë kohës janë këto që më thuaj ti di më mirë se unë, këto brylat ose këto detajet e vogla që kanë xhelozi të tmerrshme kur vjen puna për të arritur majën ose për të arritur çik më lart. Filmi Black Swan besoj se e ke parë. Po. Ajo ju hodhi nga shkallët e rrëzoi çfarë si bëja se çkelës. Ka ndodhur në një rast të tillë? Për filma janë edhe të egzageruar gjëra, sepse të paktën këtu te ne janë në brendësi, po nuk mund të arritën të shfaqen aq shumë, kupton, sepse është i bie thjesht normal që të bësh ato gjëra. Ama brylat janë nëpërmjet fjalëve dhe ndërhyrjeve që i bie të prishin punë ose të flasin keq për ty, ai nuk din, ai nuk bën. Ndërkohë, s'ka shtyr në njëri kështu nga shkallë? Jo, s'ka pas shans dhe s'do ketë. Ti ke shtyr në një? Jo. Google kështu në tokë që të rrezohet, ja? Jo, vetëm ca fara, nuk e di. Dhe kjo është ideja, po nuk ka kështu gjëra. Je rrezuar në keq fare në sken? Për fat të mirë, jo, jam penguar, kam ndrydhur kavilen, dhe gjëja që më kanë ndodhur më e keqe që kam detur 6 muaj në krevat pa lëvizur, ke Dance with Me Anish që kam thyrë klavikula. Më hodhi Davisi, në një padjeshk, duke mbajtur, më lëshoi, më hodhi me kokë mbrapsht për të ruajtur kokën, thyva klavikulën. Dhe ka qenë një nga eksperiencat më të këqija atje. Gjysmë të keqe, paktën më vjen mirë, kjo është e rëndësishme. Shenja gjëra nuk ka. E kam një. Ku e ke? Ja këtu. Mund ta shohim? Po. Shohim pak shenjën e. Po ka qenë gjithë ajo? Dhe jam me hekur dhe me vida brenda. Çfarë thua? Po kam një problem shumë të madh në aeroport që sa herë kaloj pip. S'merr. Ta besojnë kur i thua kështu apo? Në fillim bëjnë kështu, po jo, besoj sepse është më e dukshme normalisht. Ersa më trego pak, ti shoqërinë ke balerina apo ke njerëz thjesht? Kam shumë shoqëri. Kam nga baleti, kam njerëz të harbuar, kam njerëz shumë serioz, domethënë jam i të gjitha fushave në shoqëri. Unë kam marrë që juve vërtet kërceni aty te skenat ku shkoni bashkë, po jeni edhe shok në jetën e përditshme. Për shembull, Jurgeni, ku diun,
se s'di emra tjerë. Po. Shkoni mirë, domethënë, okay, po ka rivalitet kështu kur keni Rivaliteti kompeticione gjithmonë ka qenë. Kupton, po duke qenë se jemi mish, mundohet që të thuhet që ose më kosh. Po që ideja është që normalisht secili do më të mirën për secilin nga neve. Domethënë jeni shok për kokë. Po, ashtu. Kjo është e rëndësishme. Të dashur kjo? Po. Kam pasur një lidhje më përpara. Okay, këtë se dia, okay. Si fejuar. Po që më ndava. Okay. Dhe tani jam në një lidhje tjetër. Është tjetër? Është e re fringa. Kjo e fejuara ishte ajo e Big Brotherit? Jo. Fal kush është kjo? Po se diçka që unë s'para shoh Big Brotherin, po më që kishte një histori atje brenda. Nuk e mbaj më. Nuk e mbaj mend. Okej. Po pse s'u fejove, çfarë ndodhi? Po s'më la mami, shkova në shtëpi, më bëri namin, mami thosha të lutem, jo, s'të lë. E s'më la. Si për mbushte kushtet ajo. Ke reja është e mirë? Mirë, e lezetshme. Sa u bëre? U bëra një muaj gjys. Bukur shumë, po merret me art apo? Ka qenë. Tani jo më? Okej, nuk do ta bësh publike me sa po shoh. Do ta mbash kështu tënden. Bravo, të qoftë. Po mirë, vetë për para. Bravo, rrina. Ja me televizion, me kamerë. Mirë shumë, më trego pak. Ti ja krep apo ja? Do të jesh natyrë seksuale besoj. Shumë. Shumë. Vuan kjo shketa e reja? Do ta kisha këtu për ta pyetur. Më trego pak, koha më e gjatë që ke qëndruar pa bërë seks. Si ja krep që je? Një muaj e 2 javë. E mban mend, ë? Po, e mbaj mend se hoqa shumë keq. Do të thoni vjen që ti ato 6 muaj që ke nejtë te krevati me këto? Jo, me kush krevat? Kur ke qenë me këtë pra, me klavikulën me... Jo, vazhdoja unë. Vazhdoja? Do të thënë ishte ideja kështu. Thjesht e mbaje pak kështu. Po, lëvizte vetëm bacini. Anash? Anash ka mënyra. Bravo. Okej. Do të pak, eksperienca më shumëtuar seksuale. Ka qenë me një vajzë kur kemi qenë tërmi. Edhe aty e njofta, ishte shumë e shkurtër, ishte tmerr në fytyrë dhe unë që ishte super dru, dhe më dukte njëri më i bukur i kësaj bote. Edhe vazhdoi dhe ku më rastisi që ishte plazh, hëna, një ambient shumë romantik, domethënë për një njeri me të vërtet që ti e donë dhe ishte gjë shumë e rrallë që mund të ndodhte, rastësisht. Bëra ç'bëra, dhe zërën nesër mëngjes kur hapsi dhe shoh. Ku jam? Kjo nuk sapo na dëgjon tani. Po, për e madhe. Tamam. Ashtu është. Pra, ajo bëri seks me ty. Kështu që. Bravo qoftë. Arritje është ajo. Imagjinoje. Më thuaj pak Graciano, më mirë seks me një person apo me shumë për një herësh? Me një. Me një. Pse kur bëhen shumë çfarë ndodh? Po ngatrohesh. Ngatrohesh? S'di, sa të s'di ku i ke duart. Sa ti je kështu siklet me një rahat, e di me këje. Bukur shumë. Po kështu seks me pagesë kanë ofruar ndonjëherë? Ja. Come on. Qafi. Ja. Asnjëherë kur, s'ka bërë nerva kibër. Ja, pa pse më shef ashtu? Ja, sigur me vërtet. Po të qesh prandaj. Ja. Po qesh nga fytyrë jote. Okay. Se vris. Po nëse vjen dikush të ofron seks me pagesë, sa do të jetë çmimi? Varet. Nga çfarë varet? Të shohim si është tregu, ku janë se ka njerëz që realisht shkojnë me pagesë. Sigurisht. Unë jam kot pyes. Duhet të shohim ku janë tek këtu, ku variojnë çmimet, edhe të shohim ti vetëm. Të shohësh tregun, tamam, mirë thua. Po tash. Po kështu, okay, mirë. Ajo është. Okej, për balerinët, për meshkujt zakonisht, unë e di që kur juve kërceni vini diçka këtu te pjesa e është diçka që kur vishni streshet ngushta për shembull, vini diçka, çfarë quhet ajo? Jo, unë nuk e di këtë pjesën. Zvini asgjë aty? Jo, vjen, ideja është balerinët meshkuj, të paktën të operës, se po flasim për streçe. Po pra. Gjë që unë nuk jam në operë, jam në televizion. A ti s'ke kërcyer asnjë me streçe? Jo, kam kërcyer, normalisht. Atëherë kur kërcen me streçe, çfarë vure? Ideja është që kërcehet me brek normale. Në momentin që je në skenë, kur streçet janë të bardha, vishen tanga meshkujsh. Tanga meshkujsh. Po jo, se kjo pjesa këtu përpara është me fryrë nga e zakonshme është ideja. Nuk e kam pak me kaq detaj këtë pjesë. Po ja vajti gjithë por vjet dashin se ti pllake çfarë vjen përpara, po që mos duket keq apo. Thjesht është pjesa brekëve është më e trash. Çfarë jam sova dhe gjithra. Interesante, ty ka ndodhur ndonjëherë që të kesh reaksion ndërkohë që kërcen? Jo, është budallik shumë i madh kjo pjesë. Jo. Sepse është në çdo profesion ti je i fokusuar në diçka tjetër. I vjet je pervers, pastaj ose nuk e di çfarë. Po e di unë ti je pervers. Është unë. Po ti ose kur derisa s'ka ndodhur nuk jam. Sa asgjë që të kesh ti je pervers. Që mos gjikojmë për pervers. Graciano, i lejmë to ama se kemi për bajaz fare të mëdha kështu si vlen fare. Më thuaj pak, sa tatuazhe ke? Ke shumë tatuazhe më thënë. 13.
13 tatuazhe. Zakonisht njerëzit si mbajnë mend kur i pyes, thon kam disa, i kam një po i kam 13 dhe gjithmonë e kam mbajtur më mirë se filloi numëroj, po tash nuk kam nevojë më. Do bësh tjera? Po do bëj crown të gjitha. Komplete? Ke në ide? Me animat, me kartona, Animat? dhe me kartona që bëjnë seks me njëri tjetrin. Seks me njëri tjetrin. Për shembull Bugs Bunny me Lola Bunny. Po si do pikturosh organet e atyre aty? Jo, po s'është nevojë organi. Ti jesh pozicion. Pozicione. Anash besoj. Të ndryshme. Do inspirosh nga klavikula. Kjo vetë duke qenë se unë jam balerina dhe votullojmë shumë. Çfarë do bëj? Okej. Më trego pak, tatuazhet që ke më shumë qejf nga ato që ke kush është? Është një që ka shumë domethënie të madhe për mua, janë rrafjet e zemrës gjyshës time, që nuk jetan më, dhe për mua ka qenë personi më i rëndësishëm. Okej. Ka një person që do shumë, person që do më shumë në jetë, në botë, kush është? Ime motër. Ersi? Pa, Ersi. Të marrë Ersi këtu? Ersi do vish këtu? Hajde. Përndoj pak motrën Gracianos tani, se është një gocë që nuk është vetëm shumë e bukur, por është shumë e zgjuar, edhe në fakt Ersi çfarë më tha një gjë shumë të bukur. Dit këtu dhe më? Unë dhe Graciano përpara sa intervistës u bëni muhabet për vjedhje shtëpish, nuk e di se si ra muhabeti dhe Ersi tha le të hyjnë, tha po japni lekë paktën. Materialiste që e vogël. Pozitive ama. Normal. Sa e bukur është Ersi? Mirë. Si do reagoje ti, sepse unë jam kot ftohen dhe Ersin tani këtu që kemi afër, sepse kam parë së fundmi janë hapur pafund këto rastet e edukatorëve nëpër kopshte, ose dhe një drejtoresh së fundmi që dhunojnë këto fëmijët që janë atje, domethënë, edhe njerëzit janë alarmuar jashtëmate shumë dhe sigurisht unë shoqërisht s'kam fëmijë akoma, po kam një dëmbes edhe kur e mendoj atë gjë nuk di ç'do bëja. Po ti ndote për shembull motrës tënde, çfarë do bëja? E di, për mua këto duhet të kenë dënim me vdekje, nuk mund të prekësh dot një fëmijë me dorë. Këdo normalisht nuk mund ta prekësh me dorë, por është antilogjik, nuk e di, më vjen shumë keq që jemi akoma në këtë kohë dhe diskutojmë këto gjëra. Është e pakonceptueshme e E pranshme është vërtet. Graciana më trego pak, për të ardhmen më the ke këtë planin fantastik, këtë big dealin. Diçka kështu konkrete tani për tani s'kemi. Ja, konkrete është vetëm rikthimi që rikthejmë shtator, vetëm sezonin e Dance with Miss, që do jenë përsëri aty. Okej. Pushime nga do jemi këtë vit? Do ikim në Santorini. Shqyr. Atje. Jeshka. Bëhet bukur atje. Edhe kam marrë me familjen një vit në dërmim. Super. Dhe janë edhe këtej. Bravo të qoftë. Shoqëria don pushimet e veta dhe pushevin gjithë? Gjithë. Ndeshin e pa? Pa e pash, ishte shumë emocionuese. U çmend edhe ti se gjithë dunja? Ja nuk u çmenda, po domethënë pasari nervat realisht të gjithë. E ke bërë dalin nga kuriq këta pse zhvishen se kuptoj. Këtë do të thoya dhe isha bilet duke bërë xhiro me makinë, duke bërë xhiro. Mora makinën nga isha dhe po shkoja për shtëpi. Dhe shoh ca tipa me barkun kaq dhe kishin një X6 kamerat dhe xhironin gomat poshtë dhe bënin selfie. Nuk kishte kënaqësia. Pse zhvishen, se unë se di, ti di që pse zhvishen? Po ne kanë vap shumë. Kanë vap. Zhvishen kështu dhe ja bëjnë me atë. Shqy pry. Jo Shqipëri, shqy pry. Shumë këtë. Bles kishte shumë e fortë pashin video, ishte njëri kishte hip sipër te makina e do rzu. Se ndaloi frenat gozhda, ide ra. Po. Ka dhe kështu. Nëse. Okej, do një shoqë në një shok të famshëm që ke shumë të ngushtë kë? Është Zajmina. Me Zajminën kam marrëdhënie shumë. E dua shumë Zajminën, nuk e di pse. Edhe unë e dua shumë. Unë nuk e njoh akoma, po do e njoh. Jo, edhe kur ta njohësh do e dua shumë se ç'mendon. Fantastike, është shumë e bukur. Mirë, kam një ide më kot pyeta. Unë them të bëjmë një lojë e lezetshme. Ha, ç'do të thuash? Unë them marrë Zajminën në telefon, ta marrësh ti. Samanta Karavellën mos gaboj edhe atë ke shoqja. Po, Samanta. Se unë shoh snap e gjëra. Po. Unë të marrë të dy ato në telefon dhe bëjmë një rank. Se ti tani ti njeh më mirë se unë. Ç'mund të bëjmë? Po tani ndonjë foto nudo që mund t'i ke dalë ose Këtë mund t'ja bëjmë Samantës. Okej, se Zajmina nuk para. Ja, Zajmina nuk ka. Është Çka shumë e i nxjerr Zajmina? Prikat bukur mos i nxjerrë. Po si nxorja kur të nxjerrin. Kështu që nuk ka. Samantës mund t'i bëjmë këtë. Kurse Zajminës çfarë mendon? Marr Samantën një telefon. Samantës, okay. Edhe i themi kanë dalë foto nudo. Okej. Jo nudo, selfie, dhe thuash Lena më gostuj, i ke nxjerr vetë, se besoj se ti kanë nxjerr njerëzit, ti kanë nxjerr vetë. Len nam të mëran si ose në gjë kështu. Imagjinoj që realisht i kanë dalë me vërtet Samantës. Të lërësh ti për shembull. Jo, s'kam. Bëj loudspeaker dhe mbaj telefonin kështu. A be zërin? Jeta. Zemra si je ti? Mirë, qa bën? A u mërzite? Si? A u mërzite, them? Jo, nuk u mërzita, për qatë mërzita mund? Për fotot, më rajpe. Qa fotosh? Fotot që t'kanë dalë në internet, më zëmë. Qa fotosh kanë dalë zëma? Po, alpe, gjithë portalet për shkujnë, ka dalë ca foto kështu selfie, se kujt i ke dërgu shumë e gjoks për jashtë, ti? Asho, a? Po. Una? Për zotin? Të la vere.
Të lavere. Pse do lavere? Po jam në zemra kështu fotosh. Unë vetëm... Unë po ja dhash ja vetëm shoqënisë. Gjithsesi të marrja në emision live, po ky Kelvi më detyron të marr njerëz të mi dhe ja ku jam. Më fal shumë. Jeni, do me thënë unë jam drejt për së drejtin. Drejt për së shtremti. Haj Samantha. Nuk jam nga këto që i tjerë për jashtë. Kështu që mbaj brenda pra shpirt. E rëndësishme është që nuk u trëmba, sepse e di vete që nuk i bëj. Kështu që pa kam shoqe serioze, unë kam shoqe serioze. Bravo të qoftë. Në fakt kështu që po zemra, kështu që po. Hajde të post, ciao. Se angi Samantha, po nuk e çka me vërtet. Ja. Ti shënë tjetër thoshte, "Wow, seriozisht çfarë fotosh?" Mos më doli. Që kam me vërtet ndershme Samantha. Po normal. Bravo, do bëj lajm. Shoqet e mia janë të gjitha të ndershme. Bravo. Bukur shumë, do marrë Zaminën. Po. Kam një tjetër për Zaminën. Them ose që ke bërë një aksident, ose do bëhet. Sharon, të mërzitet shumë Po thua. për zotin. Ju kam një lek borxh Zaminës? Lek? Lek borxh. Okej. Po mos thot ti është po edhe. Ja, imagjino, ja, po Zamina po tha diçka e bëm. E pra, po mos ta thot ti është po edhe s'na del. Jo thuaj, më duhen urgjentisht tua një Sa? I Vodafone që thirrët, mund të... grafika? Ja. Okej. Sepse unë gatrova numrin se. Me thuaj, më duhen 4000 euro, thuaj, po më duhen tani. Ka pasi do ma vjes. Jam shumë keq, thuaj, mos i shpjegoj se pse e keq, jam shumë keq, thuaj ta shpjegoj kur takohemi. Po më duhen 4000 euro urgjente, se ashtu kam një të lashe ty, kam probleme. Dhe nuk kam ku t'i them se. Jeta qa po bë? Një qvaj, trek. Sa mirë, ku je qa vëndi? Për Venilja. Okej, digjo. Se ashtu kam një problem. Të dash a bjera. Qa ka? Kam një problem shumë të madh, prandaj të mora sepse vetëm ti mund të na zgjidhësh. Je serios apo? Po seriozisht, nuk tallem, mos qesh. Ja ka të gjë problemi. Po kam një problem me mamin, me këta të shtëpisë, edhe më deshin ja 4000 euro. Edhe po më duhen në ideja është më duhen brenda ditës, se më vonë i gjej edhe ke diku tjetër, po doja të ty. Po tallesh pastaj. Po e për zotin s'po ta Për më çfarë bëj. duhet 4000 euro? Po ashtu kam një problem me Po për zotin idiotë se stallet. Për të para meje? Bëj për që je serios. Po qa bej do të zej pra? Tash unë s'po tallem, mos jam fëmijë. Tash ti e di që unë fëmijë jam, po. Nuk të besoj, jo. Po pse s'm beson? Të s'kisë të rëndësime të shto. Me gjep shumë mirë. Jam në emision live, jam me Kelvin. Kelvi që të do shumë. Qa je? Jam në emision live. Edhe më... Po shumë seriozisht e kam dhe Kelvi më detyroi të merrja në telefon. Edhe të thojë që më duhen 4000 euro. Po që kemi 4000 euro ne? Po të e cilja? Dy për kokë? Po, 2 për mu, 2 për Kelvin. Po. Sa më shpejt ti? Sa më shpejt se na duhen, se na ikën 2 minutazhe intervistë. Ikë, ta ikë se më tasë. Jo po, Hajde, ciao. Bravo. E po si ka mundësi, po kaq besueshëm je për shoqet. Po më njoh shumë mirë sepse unë kam tip që nuk gënjej. Dhe nëse kam një hall, nëse kam një shaka, nëse dua të bëj diçka, bëhet dhe është ashtu siç e them. Prandaj nuk kam dyshime, edhe duket kështu. Bukur shumë, në fakt jam shumë i lumtur që të pata sot. Edhe unë gjithashtu. Na kënaqe. Kënaqësi shumë e madhe që isha këtu. Zaminën do kem të radhës. Okej. Do të se di, po ndja them. Okej, se marrë edhe bravo. Ja themi bash, shqetësohet. Okej. Dhe japim edhe 4000 euro. Okej, direkte. Ercena, shumë faleminderit që erdhe me mua. Faleminderit ty, faleminderit. Ersi, shumë faleminderit që ishe me neve sot. Mirë, faleminderit edhe shpresoj që ky big deal-i që ke sa fëmijë të realizohet sa më shpejt ma theti kohën, po të dalë sa më mirë. Okej. Faleminderit shumë, faleminderit që na ndoqët sot. Nuk kanë çfarë të them tjetër, do shihemi së shpejti me Zajminën, hopefully. Ju përshëndes shumë fort, dhe ju puth.